Edhe këtë sezon veror, njësoj si të kaluarit, numri i shtëpive banesave me qera në qytetin e Vlorës ka posuar një rritje të ndjeshme me thuajse 20%. Por pavarësisht kësaj rritje të numrit të këtyre banesave, sërish këto objekte në maksimum të tyre vazhdojnë ende të jenë të paregjistruara duke mos paguar taksa dhe duke ju bërë në këtë mënyrë një konkurrencë të pandeshme njësive hoteliere. Sot shtëpit me qera dhe veçanërisht në sezonin veror janë kthyer në biznese shumë fitiprurse. Kjo tregohet edhe nga numri i lartë i investimeve të reja në këtë drejtim, por për shkak të fitimeve të larta në Vlorë kemi edhe situata të pa imagjinueshme më parë, ku qindra qytetarë të Vlorës, shtëpitë e tyre të dyta, që më parë i mbanin të mbyllura, i kanë vendosur në funksion të sektorit të turizmit. Madje, situata ka arritur deri aty, ku shumë prej qytetarëve, banesat aktuale i kanë darë në disa pjesë, duke i ofruar një pjesë të tyre edhe si dhoma me qera. Madje disa prej qytetarëve banojnë tashmë në katet e sipërme dhe katet poshtë funksionojnë si banesa me qera, duke nxjerrë më tepër fitime. Sipas informacioneve, 70% e këtyre subjekteve funksionojnë sot pa taksa. Nëse marrim këtu paralelisht situatën në konsiderat, nga njëra anë kemi një sito hoteliere që paguajnë thuajse çdo taksë të mundshme dhe nga ana tjetër banesat me qera pa paguar asnjë detyrim, që në fund të ditës dhomat jepen me po të njëjtin çmim. Shumë prej këtyre bizneseve, dhomat me qera, paguajnë një tarif për booking, për prenotime, për shkak se kjo platformë i garanton klient dhe mbi të gjitha më tepër të ardhura, por veç kësaj nuk paguajnë asgjë më tepër. Madje shumë nga këto biznese kanë të vendosura edhe reklama në qytet, të cilat tregojnë mjaft mirë se funksionojnë si të tilla, por sërish as ato nuk paguajnë taksa. Praktikisht janë lehtësisht e evidentueshme për funksionin që kanë dhe sërish punojnë në të zezë. Madje dhe shumë prej tyre që paguajnë tarifën për booking nuk japin asnjë të ardhur për shtetin shqiptar, pavarësisht fitimeve, dhe kjo gjë sigurisht ka sjell çekulibrim të tregut vendas. Madje shumë prej këtyre subjekteve vijojnë edhe pa u regjistruar në booking, duke i gjetur klientët me metoda të ndryshme, ku praktikisht fitimet i kanë në total në xhep. Kjo situatë, fitimi i lartë, por edhe neglizhenca e institucioneve për formalizimin e këtij sektori ka bërë që investime në këtë drejtim të rriten ndjeshëm dhe në arkun kohor të pak viteve kemi arritur tashmë në pikën që shumë qytetarë në sezonin veror të jetojnë në shtëpitë në fshat, vetëm që ato në qytet t'i nxjerrin me qera duke garantuar në këtë mënyrë më tepër të ardhura dhe sigurisht këtë gjë e bëjnë në nënhundën e institucioneve lokale.